Me 16 mars 2026, në Gjakov, një person ka mbetur i vrarë dhe një tjetër i plagosur. Ku i vrari është Xhaxhai Elionës, finaliste së dytë të Big Brother VIP Kosova 4, dhe sot u bë varrimi i tij në Gjakov. Të pranishëm në varrim ishin Sasa, Londrim dhe Klodian. Dy shokët e Elionës që i kishte në Big Brother VIP Kosova, Londrimi dhe Klodiani, e kanë ngushëlluar familjen Binakaj për këtë humbje të madhe. Fituesi i Big Brother VIP Kosova 4, Londrimi, në ngushëllimin e tij shkruan: "Ngushëllimet e mia më të sinqerta familjes Binakaj." Ndërsa në anën tjetër, Klodiani shkruan në ngushëllimin e tij: "Ngushëllimet e mia më të sinqerta familjes Binakaj. Zoti ju dhënë forcë dhe durim për ta përballuar këtë humbje të madhe." Në këto momente të vështira, prania e miqve është e pazvendësueshme, duke treguar se lidhjet e krijuara brenda shtëpisë më të famshme vazhdojnë të jenë të forta edhe jashtë saj. Kjo ngjarje e trisht ka shërbyer si një kujtesë për të gjithë se miqësia është një aset i çmuar që duhet të ruhet dhe kultivohet, pavarësisht rrethanave. Eliona dhe familja e saj do të mbajnë gjithmonë në zemër kujtimet e agjes së saj, ndërsa miqtë e saj do të vazhdojnë të jenë një mbështetje e fortë për të. Kjo ngjarje na kujton se në jetën tonë, miqësitë e vërteta janë ato që na ndihmojnë të përballojmë çdo sfidë.